Rosetta Dobi e dënuar për vjedhjen e një shume të konsiderueshme parash nga banesa e ish zyrtare së lartë Alda Klosi është liruar këtë të mërkur nga burgu i grave në Pojsk, pasi përfitoi nga amnistia penale. Emri i saj u bë i njohur në fillim të vitit 2023, kur u arrestua në akuzën e vjedhjes së 120.000 eurove, $30.000 amerikan dhe sendeve me vlerë nga banesa ku punonte si pastruese prej disa vitesh. Hetimet zbuluan një shumë edhe më të madhe parash. Gjatë kontrollit në banesën e Dobit, policia sekuestroi 404.000 euro, $8.500 amerikan dhe bijuteri floriri të fshehura në tubin e aspirimit. Gjithashtu u sekuestruan 58.150 euro, $7.000, $368.000 lekë dhe 3 automjete, 2 prej të cilave dyshohej se ishin blerë me parate përfituara nga vjedhja. Dosja mori jehon të gjërë publike për shkak të shumave të mëdha të parave të sekuestruara, ndërsa hetimet ushtrin edhe mbi burimin e tyre. Pas vuajtjes së një pjese të dënimit, Rosetta Dobi ka lënë qelin, duke përfituar nga amnistia penale miratuar së fundmi. Bashkë me të, nga burgu i Pojskës në Pogradec janë liruar edhe 10 të dënuara të tjera.